tjetër, e cila në fund fare mbyllat letën një metodë, do të t'i lutesh atë çdo prindi, dhe do t'i lutesh atë çdo musliman që të ofrojë dashuri më shumë, që të ofrojë paqe dhe mirësi më shumë. Edhe unë do t'i lutesh aq shumë që në të ditë të ofrojmë dashuri, mirësi, begati, ta plotësojmë ashtu siç duhet si ajo qershia mbitor, se sot në të vërtetë është qershia mbitor. Pra 29 ditë agjërim, sakrificë për Zotin e gjithësisë, sot vjen ajo e dita e gëzimit dhe lumturisë. E si mund të gëzojmë nëse nuk ofrojmë dashuri? E si mund të gëzojmë nëse nuk ofrojmë lumturi? Nëse nuk e zgjasim dorën e zemrës? Shumë rëndësishme, nuk ka nevojë njeriu për zgjat dorën edhe kokën e ke ana tjetër, apo edhe ti je i mërzitur në fytyrë. Sot nuk ka kohë, dhe nuk është vendi. Sot është nevojshme para se të zgjasim dorën që e ka kriju Zoti trupin, të zgjasim duart e zemrave. Përshëvojmë me zemrën dhe me shpirtin dhe të gëzojmë. Ofroni dashuri dhe mirësi, ofroni lumturi, se nëse ju ofroni këtë, Allahu subhanahu wa taala ja jep të. Ti je bindur se atë çfarë do të japësh, do të marrësh. Atë çfarë do të ofrosh, atë do të ofrojë Allahu subhanahu. Ne kemi një Zot bujar, ne kemi një Zot mëshirues, ne adhurojmë një Zot që mëshira e tij nuk ka fund dhe nuk ka kufi. Kështu që në të ditë të bukur ofroni dashuri familje, ofroni dashuri bashortes dhe bashortja bashortit, fëmijëve, përqafoni njëri tjetrin, gëzoni, mos e humbni, mos u përqafoni me të huajt dhe harroni familjarët e juaj. Është domosdoshme se mrekullia dhe bukuria e një lumturie dhe gëzimi fillon nga bërthama e shoqërisë, nga familja e pastaj nga radhë. Kështu që paesi auto si thashë për drejta e Bayramit, e lut Zotin e Madh të keni të lumtur dhe të gëzuar gjithmonë. E lut Allahun që këto fytyra të shojë të lumtura dhe të gëzuara gjithmonë. Dhe lut Zotin e Madh të japi sukses në jetën e juaj në këtë dynjë dhe lut Allahun të japi sukses në ditën që do dalim para tij. O Zoti i Madh, sot ne kemi festë në këtë dynjë. O Zot na bëj festë ditën që dalim para teje. O Zot i gjithësisë na lehtëson neve. O Zot i gjithësisë mundsoj çdo familje që të gëzojë dhe të lumturojë. O Zot, mundsoj ata atyre familje të cilat i kanë kushtet e vështira sot, të cilat nuk e kanë qetësinë, nuk e kanë lumturi. O Zot, ofroje atyre qetësi, paqe. O Zot, ofroje atyre lumturi. Edhe një herë gëzuar ditën e Bayramit. Dhe lut Allahu azh na ketë pranuar punën tona, dhe lut Allahu na bashkojë në xhenetin e lartë bashkë, dhe lut Zotin mos të largohet asnjë nga kjo xhami sot. Përveç se Zoti ka vendosur në zemrën e tij kënaqësi dhe lumturi. Përveç se Allahu e ka larguar çdo hall, çdo perim, çdo stres, çdo angazhim dhe lodhje të kësaj dynjaje dhe ka vendosur në shpirtin e tij rahati dhe qetësi. O Zoti i Madh, mos ai këtë duhet tona bash. O Zoti, tutemi ti, qetësoj zemrat tona. Na gëzon neve, na lumturoj familjen tona, fëmijët tonë, vajzat tona, shoqërinë tonë. Ne o Zot i gjithësisë lutemi për gjithë njerëzimin që të japësh o Zot gjithësisë paqe dhe mirësi. O Zot duat tona, lutemi ty që ngrihen lart tek ti. Dhe ti o Zot i gjithësisë na i pranosh ato, ne jemi të varfër të dobët për të jep falës mëshirues. Na fal dhe na mëshiro, edhe një herë gëzuar ditën e Bayramit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.